3 shenjat e horoskopit që japin fund e epokës së fatit të keq këtë muaj. Deri në fund të muajit prill, të gjitha shenjat e horoskopit do të kenë mundësi për rritje personale, por disa prej tyre ndodhen në një fazë të veçantë dhe do të lënë pas negativitetin. Për këto 3 shenja, prilli 2025 sjell fundin e një epoke të gjatë fatit të keq. Gaforia 18 prill 2025, Marsi largohet nga Gaforia dhe hyn te Luani, duke i dhënë fund një faze të vështirë për këtë shenjuj. Marsi ka qenë burim tensioni që nga dhjetori 2024, kur nisi prapavia e tij. Edhe pse prapavia përfundoi në shkurt, sfidat vazhduan deri tani. Me këtë tranzicion, Gaforia përjeton një çlirim emocional dhe mendor. Rritet vetbesimi, forcohen kufit personal dhe rritet ndjenja e vetvlerësimit. Tani është koha për të vendosur veten në plan të parë dhe për të ndjekur pa kompromis atë që ka vërtet rëndësi. Peshqit. Tani, peshqit ndjen më të qetë dhe të balancuar emocionalisht. Marrëdhëniet do të marrin një kthes pozitive. Vendimet financiare do të jenë të mira dhe vetbesimi është në kulm. Ky është momenti për të lënë pas çdo situatë rënd të dëmshme apo të pasigurt dhe për të ndjekur dëshirat. Energjia e mirë ja në horizont, mjafton t'i besoni. Demi. Prilli mbyllet fuqishëm për Demin me një hënë të re në 27 prill. Pikërisht në shenjën e tyre, kjo sjell qartësi emocionale, dëshirë për fillime të reja dhe një rigjallërim shpirtëror që e bën këtë periudhë shumë transformuese. Ide të reja do të tërheqin mundësi të mëdha. Aura jote do të shkëlqej. Universi po punon në prapasken për të hapur dyert drejt potencialit maksimal të Demit.